Efendi, është edhe një çështje tjetër. A lejohet gjinia femërore të punoj, sepse shpesh të tjerët, jo të tjerët që nuk janë fesë islame, po madje kemi edhe në mesin e muslimanëve të cilët nuk janë shumë fetar, në akuzojnë e muslimanëve se ju muslimanët nuk e lini gruan me punu, sipas mësimeve fetare islame. A lejohet një grua të punoj? Shef, vendi për vendit, shteti për shtetit, shoqëria për shoqërisë, natyrisht që dallojnë. Secila shoqëri ka karakteristikat e veta. Në disa vende, në disa ambiente, në disa zona, ka raste që nuk ka kushte për punësim të gjinisë femërore, sepse ndoshta punësimi shkakton pikpyetje kokçare më shumë se sa mos punësimi i një gjinie femërore. Por ka vende, ka hapësira, ka institucione, ka ndërmarrje ku krijohen kushtet edhe për punësim të gjinisë femërore. Sidomos në këtë periudhën e tanishme, feja islame gjithmonë e ruan një maturi për ta mbrojtur dinjitetin e gjinisë femërore. Në disa vende të punës, aty ku dinjiteti i gjinisë femërore mund të nëpërkombet, edhe ekzistojnë ato parakushtet për nëpërkombjen e dinjitetit të saj, atë natyrisht që aty nuk bën që gjinia femërore të punësohet. Po ka vende ku ruhet dhe mbrohet dinjiteti i gruas. Aty lejohet të punësohet edhe ta shprehin kapacitetin e tyre të punës. Këtë varet prej rrethonave, prej vendit, prej hapësirave, prej situatës. As nuk mund të themi që ka ndalesë totale, por as nuk duhet të thonë që ka edhe lejushmëri totale edhe në secilin aspekt. Janë gjëra që aty ku cenohet dinjiteti i gruas, Islami është shumë i rrept këtë pikë. Për shembull, kur feja islame kur e ka para pa dalin nga shtëpia të gruas me mahrem, me bashkëshoqërusin, që mos me dale vetme, ka qenë pyetje dinjiteti i saj. Edhe për t'i evitu të gjitha pikpyetjet, thashethemet, dilemat, akuzat, njëllosjet, e tjera. Janë një tërsi normash, kriteresh, udhëzimesh, se si duhet të integrohet në shoqëri gjinia femërore. Këtu te na në Kosovë kemi hapësira, edhe na shohim që edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik, edhe në institucional, ka vende që krijohen kreta kushtet dhe parakushtet, ku ruhet dhe mbrohet dinjiteti i gjinisë femërore. Aty nuk ka asnjë problem. Prandaj edhe shkollimi, arsimimi i gjinisë femërore. Po thuaj se tash në këtë kohë, nasha dikuri nuk ka qenë për shkak të rrethonave, po flasim para 3 dekadash, 4 dekadash. Nuk ka qenë dashka shumë edhe i kërkuar, por në kohën e tanishme, shkollimi, arsimimi i gjinisë femërore është tepër i kërkuar, nga se mos angazhimi në punë ka marrë në një pikë, na jemi në çat trend. Mos angazhimi në punë i gjinisë femërore, i akcieles grua në të ardhmen, do të jetë mbase si një joll e keqe për atë grua, gjësa ka mu trajtu se nuk është normal. Pse mos e punu? Edhe vetë shtetet janë duke kriju parakushte, shtetet që kanë një rend social të konsoliduar, janë të kriju kushte që secili individ, secili antar i shoqërisë, me i pas të ardhat e tij personale, por me i pas të ardhat e tij personale nga puna, nga punëkryrja. Dhe në rastin e kundërt, nëse nuk ka aftësi dhe kapacitet për puna, apo ka mungesë pune, mi ofru qendra sociale, mi ofru një idare për mbijetesë. Por kjo është ajo forma më e keqe dhe do të jetë mbase si njollë që dikush ka aftësi dhe të potencial për me punu e nuk punon, gjësa bëhet
i varur prej ndihmave sociale do të jetë pak një njollë jo e mirë për gjininë femërore. Sqarim me vend, Efendi, sepse shpesh herë po keq kuptohem, thash edhe në fillim, duke na etiketuar me fjalë të ndryshme, në veçanti islamofobët që janë në mesin tonë.